dy fjalë për heqjen e flamurit të USHK-s dhe analizën e futbollit. Po e filloj me heqjen e flamurit të USHK-s, pra dje dhe mohabet. Që ishte më e rëndësishmja, pra më e tmerrshme ishte mënyra e heqjes. Okej. Pra, u shu bota, tha ty hiqe flamurin, se je shtet kurv, je polic legend, e heq flamurin, s'ke qa mi bon. Pra, e zem. Hiqe flamurin në shok, po ka një burrni dhe heqja ati flamuri. Du të kesh burrni në vedi, du të kesh gjak në vedi. Nuk të rriqe flamurin si me shani cop leckë, nuk është leckë. Ty është gjaku i dëshmorëve. Të rriqe dhe me burrni, si që ka hi ati flamuri. Edhe se po e ullë. Ulle me burrni. Në dyta, penalti kanë humë, Dino Baggio, me topatar, me pucatar, pra ndeshje botrore, pesha e ndeshjes, dhe përballë atyre tifozëve zjarrt, dhe një kundërshtari të ashpër historik, Irare Imanit, do t'japim aty në djemve dhe ati djali një përkraje, për ndeshje në vazhdim, nuk marroj aty. E rëndësishme është që Serbia s'është më e dikushmja në sport. Ajo Serbi ngjelet gjithmonë kurve vjetër. Kështu që djemt lujtën super, dhanë çka kishin mundësi, më mirë se serbët, pra dhanë shumë raste, edhe fati nuk desht.